Kryetari i shtetit është një pozicion i cili duhet të zgjidhet nga populli dhe jo të kthehet në një figurë me të cilën bëhen pazare politike. Kjo është edhe deklarata e ish-presidentit Alfred Moisiu gjatë një vizite të tij në Shkodër. Kryetari i shtetit është një pozicion që duhet të zgjidhet nga populli dhe të kthehet në një figurë me të cilën bëhen pazare politike. Kjo është deklarata e ish-presidentit Alfred Moisiu gjatë një vizite në Shkodër, ku foli edhe për ngërçin e krijuar nga bllokimi i reformës në drejtësi. Unë personalisht kam qenë me kohë për të zgjedhur presidentin nga populli. Dhe e dini pse? Për arsye sepse mënyra se si zgjidhet një presidenti është kthyer në një pazar politik. Reforma në drejtësi është bazike për të ardhmen e vendit tonë. Moisiu e quajti gjithashtu të domosdoshëm kalimin e reformës si një mundësi e rëndësishme për integrimin e vendit tonë. Nga ana tjetër, ish-presidenti foli edhe për rëndësinë e rishikimit të kodit zgjedhor si një mundësi që shqiptarët të heqin dorë nga partitë politike dhe të vlerësojnë programet më të dobishme për ta. Shqiptarët nuk duhet më të votojnë, si thoni fjalë e vjetër, pas Beriajt, po duhet të votojnë për programin. Këto deklarata të ish-presidentit Moisiu vinë në prag të përfundimit të afatit për të miratuar reformën në drejtësi, si dhe nga nisma legjislative e marrë nga disa deputetë të parlamentit shqiptar, të cilët synojnë miratimin e ligjit të zgjedhjes së presidentit nga populli.